gjithmonë i bi mas ma shumë, nuk e di sepse. Zoja e zotëri, si që thash, do t'ishim ftuar me zotin Ahmet Premçi. Ahmet, mirë se merdhe në njësë luftum, për mua shkënaqësi është hera parë që i kam ish drejtor policie. Edhe poet njëkohësisht duhet jesh rast unik i herë e para punës në Shqipëri. A ka një rast tjetër që të ketë botu libër me poezi në i drejtor policie si mas informacioneve që ke? Ka. Ka? Po. Kush ka je? Është pikërisht Hil Mosi, ish drejtori i policisë shqiptare. Po ti na çove te vlerat, jo. Po që na çove te rilindasit. Po të ata të vërtetët. Na çove direkt te rilindasit, po të vërtetët. Zonja e zotëri, ju prezantoj librin Udhë në pasqyrë nga Ahmet Premçi, vllim poetik. I dashur Ahmet, lutem regjia se unë kam prova, zonja e zotëria, që është mik, shkon edhe e blen librin, nuk pret me ardhë me adhuru. Ma nxirrni pak, ja shiko, tek kam fotot, kam shku, e kam ble librin. Këtu tashti kam marrë, ja ku e ke edhe penen, du që ma japësh, këtu i dashur, direkt, tashti, shu është, orno. Të falenderoj shumë. Falenderoj unë ty. Pra si që thash, kemi një figurë, poliedrike i bjen me kënë këtë rast, se i bjen me kënë me disa drejtime, duke qenë me vite gjata, me siguri du të kesh titullin general, Po. Po, general. Pra, me titullin general kemi edhe poet. Ka qenë drejtori i policisë shtetit për sa vjet? 3 vjet. 3 vjet drejtori i policisë shtetit, disa vite drejtor policiet në rrethet ndryshme në qytetet ndryshme të Shqipërisë. Unë e maj me në Shkodër të pakten, ke qenë për i periudhë goxha 2 vjet e gjysmë. 2 vjet e gjysmë. Tashti ndodhesh në ILDKP? Në ILDKP. Do më thonë, tashti jeta i vendi kur zhduhet me kancer. Që tashti aty duhet me hetu këto të mëdhej. Pasurin e këtyre të mëdhejve. Po sigurisht, si pas ligjit që rregullon normët dhe veprimtarinë e këtij institucioni. Qa duhet e punë me bela, me hinë me gjithë pasurit e këtyre të mëdhejve. Duket punë me bela, nëse s'po merrën me këtë punë. Kja është puna e shtetit që ke për ta bë. Flasim pak për librin Udhë në pasqyrë. Kur ke fillu ta shkruash? Unë që është e vërtetë Ismet njerë të falenderoj që më ftove, ju uroj dhe suksese me televizionin e ri, se unë e ndjek. Faleminderit. Unë kam filluar të shkruaj që në veçlije, si thonë. Në shkollën e mesme kam botuar poezi, po ashtu dhe në fakultet. Dhe bile kjo bë shkak që unë të mendoj për një vëllim të ri me poezi për ta shkruar, jo për ta botuar. Do të thonë, kjo është vëllim shkruar nga fillimi, nuk është se kemi edhe poezit vjetra të rinistë. Këtu poezit e vjetra në fund të vëllimit. Vetëm ato që u bën shkak për të vazhduar e për të krijuar poezi të reja që janë përmbledhura të gjitha në këtë vëllim. Si ta pritet librin? Deri tani është prit shumë mirë. Ke ndaj atite parajeri librit, ke dhënë... Her pas here kam shkuar për miq, për dashamirës që kërkonin që unë Ti isha aty prezent. Ti isha prezent. Sigurisht që jo të gjithë miqtë dhe shokët e mi e duan poezinë, të jemi sinqert. Poezia është pak elitare, domethënë, jo gjithkush lexon poezi. Për respektin tim dhe për atë që ka përbënde një farë surprize kjo punë, kanë ardhur shumë miq e shokë, kanë marrë librin dhe botuesi është shumë i kënaqur. Kjo është kësuar me tani kënaqur botuesi. Dhe gjej rastin ta falenderoj shumë sepse ka qenë shumë i gatshëm për ta kaluar këtë sfidë me sukses. Po gjatë kohës tash ti dashuj Kureshtin, gjatë kohës kur ke qenë drejtor policie, ta shkruaj poezi? Unë kam lexuar vazhdimisht letërsi. Unë pas marrimit fakultetit dhe me angazhimet shtetërore që kam patur, sigurisht që si kam përzirë asnjëherë poezinë me punën ose letërsinë me punën. Dhe kjo është një surprizë dhe për disa miq të mi. Po mirë, ç'do të thonë kjo që 3 vjet e gjysmë që ke qenë
drejtor 3 vjet që ke qenë drejtor i policisë shtetit, nuk ke shkruar në poezi, s'ke hedhur në varg? Sigurisht që po. A pra. Sigurisht që po. Në her pas herë kam hedhur ato përjetime që kam ato momente. Kam idenë që nuk ke bë gafër mi thon tjerëve, shiko tash se po shkruaj poezi. Jo, Drejtor policie po shkruaj poezi, që thonë. Gjithse që të jemi koshient, këtu gjithë drejtorët e policive janë laku për shumë gjana. Dakor? Ti duhet të jesh, mos themi vetmi në të paktën në të vetmi që nuk je laku për asnjë gjë, më vë. Po të them të vërtetën, në gjithë karrierën time unë nuk kam pas probleme, sepse në çdo moment të punës time kam qenë shumë i angazhuar, shumë i përgjegjshëm për detyrën që kam kryer. Dhe po këtu edhe me keni përgjeshëm këtu, hallas Derman po u kruje në pal, s'ka, po si ka mundësi që ti ke shpëtu? Sigurisht që gjithë gjërat nuk kanë shkuar mirë, se i thonë 25 vjet karrierë, por jam përpjekur që... Një sekond, 25 vjet karrierë? Po. Po pse stuti si rregull duhet me dalë në pension, tash me 25 vjet ju delni në pension, ju që keni punu polici. To s'ka, duhet të mbushish moshën për të dalë. O, po pse, nuk është si në Amerikë që me 25 vjet punë, qofse policia kështu ka edhe këtu më duket që me 25 vjet në pension. Në fakt ka ligje shumë vende kanë që kur mbaron detyrat larta shtetërore kalon në pension special madje. Ke një përfitim nga shteti, po këtu nuk është aplikuar. Kështu që prandaj jemi detyruar të angazhohemi të kemi shtet pasha. Dhe të shni e unë vazhdojsh punën. Megjithatë, besoj prapë e bën punën me dëshirë, me përkushtim. Po pa diskutim. Jemi detyruar që edhe të shërbejmë detyrës ku na ngarkohet. Cili është pozicioni ku ke qenë më i kënaqur vetë? Domethënë sepse me të vërtet mund të jesh një post shumë të lartë siç është policia, drejtori i policisë së shtetit. Po mbase ndoshta drejtor policie një rreth mund të jesh ndjer shumë më mirë se sa atje në maje. Ose këtu te Ile DKP-ja, ose tek hetimi tatimor. Diku duhet jesh ndjer më mirë vetë. Më mirë jam ndjer në vitin 2000, unë transferohem nga Prokuria e Tiranës në Burrel. Po? Sigurisht që ditët e para mendova gjatë për ta lënë punën, por me që titullari i institucionit atje më erdhi më takoj dhe më rekomandoi që të mos e lija punën, unë mbaj mend vitin më të mirë të karrierës time në Burrel. Ashtu, sepse isha më i qetë. S'kishe probleme. Nuk kisha përgjegjësi shumë për detyrën që bëja, kështu që atë vit mbaj mend më të mirin. Po cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë gjithë karrierës tënde? Ke pas momentet vështira? Momentet vështira kam kaluar. Se Shqipëria është vetë e vështirë. Kam kaluar shumë. Sigurisht që në kohën që kam drejtuar Policinë Kriminale Qarku Tiranë, kam pas angazhime të delikate. Në timin e njësër çështje është vështira për kohën. Pastaj drejtori i policisë Shkodrës sigurisht që ishte një qark i vështirë dhe fillimisht ishte një sfidë e jashtëzakonshme për mua. Por me kalimin e kohës, me stafin që kam patur atje, arrita të jem shumë i kënaqur me punën. Isha po gati me të pyet pse është e vështirë Shkodra? Po kur unë vajta në një moment shumë të vështirë, sepse gjendja e kriminalitetit ishte shumë alarmante. Çfarë viti ishte? Unë isha në vitin 2003, mesi i vitit 2003. Edhe mirë po... Se Shkodran përgjithësi janë edhe kështu mikpritësa, dasha mirë, njerëz që janë, po nuk e nifja. Shkodrën unë e nifja shumë pak në ngjarje shumë delikate që shkoja për 2-3 ditë dhe më duke shumë e vështirë. Po kur u ambientova atje me njerëzit, me terrenin, po dhe me kulturën e admirueshme që ka Shkodra, unë sot kam shumë nostalgji për Shkodrën. Çka kanë poezinë tonë për Ahmetin? Apo duhet lexosh poezinë që të njohësh Ahmetin? Po sigurisht që kush ka durimin dhe kohën e dur mund t'i lexojë, është pik është gjithë karriera ime, gjithë momentet e mia, përjetimet e mia edhe karrierës time. Ka poezi që janë të frymëzuar nga karriera, nga puna. Sigurisht që në veçli deri më sot. Deri më sot. Po. A je i kompletuar? A nije je i kompletuar? Ke botuar dhe i libër, ke arrit më të larta të suksesit. Unë i kënaqur jam që me familjen këtë libër. Në fakt unë isha shumë i frenuar për ta bërë këtë libër, megjithëse 2-3 miqtë mi shumë ngushtë që e dinin këtë pasion timin,
më shtynin shumë që unë ta botoja një vëllim. I bëra gati dorëshkrimet dhe pas shumë pikpyetjesh që kisha me vete një qova Besnik Mustafaj për t'i lexuar dhe sigurisht për të marrë një opinion negativ Nga Besniku. nga Besniku. S'ta ban Besniku atë punë. Nuk flet kollaj keq Besniku. Besniku është oportunist. Jo, Është oportunist Besniku. është një problem ja dija unë që në pikpamjen e letërsisë nuk nguron për të thënë fjalë tek qija. Dhe pas 2-3 ditësh kur më bën telefon dhe kërkoi të më takoj, unë ndjeva akoma me dilemën që por kurse si për t'i botuar poezitë. Pas takimit që bëm, ati i kishim pëlqyer dhe për mua patjetër që ishte një kënaqësi e veçantë. Dhe ai insistoi që unë t'i botoja këto poezi dhe ai hapi derën, si thonë. Si ndjehesh tashmë edhe si autor, si shkrimtar? Si kolegu i Besnikut. Si kolegu i Besnikut, si ndjehesh? Sigurisht i kënaqur. Shiko, nëse pas nesër të vjen një ofertë prapë për drejtori i policisë së shtetit, do e pranoje? Mendoj që jo. Nuk do e pranoje. Jo. Për çfarë arsye? Po sepse di çfarë ndarkese ka ajo detyrë. Di çfarë angazhimi duhet për atë. Dhe nuk do e përballojë atë? Nuk do doje ta përballojë atë. Sigurisht me moshën gjërat. Ndryshojnë. Një pyetje për kuriozitet. Thonë që në çdo institucion, jo vetëm polici, ka drejtor atë për unë, po më e rëndësishmi si rregull është nëndrejtori. A është e vërtet? Jo, s'është e vërtet. Nuk është e vërtet. Jo. Në shumë institucione thonë që ligjin e bën nëndrejtori pavarësisht se thonë drejtori avu për të heqe për të vu. Për mendoj aty avu nëndrejtori që më bë punë, më bë tenderat, më bë gjitha institucionet, edhe se kam fjalën Drejtori ka dy detyra, o të merret me punët që i delegon drejtori, o të merret me llafe. Si rregull me çfarë merret? Si rregull i bit merret me punë. Me punë, rregull, dakor. Cili është shkrimtari jot i preferuar ose poeti jot i preferuar? Unë Shqiptar. E Shqiptar. kam fjalën Shqipni, talojmë për Shqipëri pak. Shqiptar si prozator, unë admiroj shumë Besnikun, sepse e kam dhe mik, dhe e lexoj me shumë qef çdo botim të ri që bën. Admiroj shumë Fatos Kongolin, që e kam lexuar gjitha veprat dhe më pëlqen. Nga poetët kam Fatos Arapin, Gjevaris Fahim. Poeti më i madh shqiptar për ty? Për mua është Thishta. Për mua është Mjeta. Jo, nuk mund të ndaj. Nuk mund të ndaj. Mjeta është shumë sigurisht. Mjeta është gjigant i poezisë shqipe, kam idenë që kanë bërë dash ca sheku i minar dhe tjetër. Mjeta pa dhe Thishta është gjigant tjetër. Nuk mund të bravo, nuk mund të krahasosh ata të gjitha janë kolona që mbajnë gjithë televizion shqipe. Mjeta, Thishta, Migjeni e tjerë janë të papërsëritshëm. Ku ndjehesh më Kam një komod? poezi për Migjenin. Ke edhe poezi për Migjenin? Kur ke shkollën, mund të Do ta lexoj. lexoj me kënaqësi për Migjenin, se Migjeni është poeti i shpirtit. Se më thonë, kur isha student, më thirrshin Migjen. Arsyeja pse më thirrshin Migjen ishte pija shumë duhan u kolliçe shumë. Edhe shkruaj në atë kohë, se gjithë në rini tonë jemi një brez si kemi shkaravit, kemi hudhë dhe ne ca vargje, ca rreshta në për letra. Ku ndjehesh më rahat, më mirë, më komod? Në rrethin e poetëve apo në rrethin e kolegëve të policëve? Ku i gjetë vetin më shumë? Ku je më rahat? Sigurisht, më më rahat dhe më mirë janë rrethin e poetëve. Rrethin e poetëve. Megjithatë ti nuk i mungon ambienteve. Je i ftuar në gjithë ambientet, kjo tregon që ke pas shoqëri që kanë vlerësuar, kanë respektuar për sjelljen, për punën, për përkushtimin. Unë kur punoja drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, aq pak kohë sa kisha në dispozicion, shkputesha nga ambienti i punës dhe asnjëherë kafen ose me i drek, me miqe me shokun, s'kisha policë për rreth. Sepse atë moment doja ta shfrytëzoj me miq jashtë sferës policisë, edhe për të shlodhur, po edhe për të qëndruar me realitetin e jashtëm. Tani bëjmë pyetje kështu të realitetit. Kemi një video ta kërkoj mendimin si specialist i policisë, edhe si poet, si njerëz. Ti je poet i njerëj herës parë, dakor? Po edhe si specialist, si ish drejtor i përgjithshëm i policisë së shtetit. Regjia të lutem pamjen.
Si përkthen? Herë parë që e shikoj këtë video, është në Shkodër. Në Shkodër ka ndodhur për para pak viteve. Oficeri. Oficeri unë kam punuar me të. Dhe është oficeri mirë. Njërë t'jap opinionin e njohës personale që kam në raport me detyrin që kam kryer atje. Kuptoj. Nuk din që rrethana ka ndodhur dhe situatë. Nxjerrja e pistoletës nuk është e pranueshme në kur jo, unë kam vetëm i pyetje. Do më thonë, kanë shku me mbledh atyre që shesin duhan në rrugë, në Shkodër, ka shumë familjet varfra që jetojnë duke mbjell duhan në borrin e tyre dhe dalin shesin duhanin e tyre në rrugët e Shkodrës. Kanë dalë me i mbledh duhanin dhe mu më shqetëson një fakt, se mund t'jetë e dënueshme fakti që qytetarët i kanë hapë me zor makinën dhe ja kanë marrë atë duhan që kanë sekuestru policia. Mu më shqetëson vetëm i problem. Nëse qytetarët kanë bërë gabim, sipas ligjeve në fuqi, le të marrin dënimin e meritum. Mu më shqetëson një problem. Një civil pa uniform policie. Nëse unë jam qytetar aty dhe shoh një civil që nxjerr armën dhe unë nuk kam asnjë lloj informacioni se kush është ky njeri që nxjerr armë. Për mu, oficeri policisë në atë ambient, ky oficer mendoj është i njohur. Kjo është fakultative. Po. Kjo është fakultative. Edhe unë mund ta di që një rrugë ka tabelë ndalim qarkullimi, por nëse tabela se ekziston, unë futem. Ajo njerë nuk është punë për të vajtë ai oficer aty. S'ka punë oficeri policisë. Me tatimet, me fare. Antikontrabande. Fare. Por veprimi besoj që se duhet të kapen shumë element për të qenë të drejtë, edhe me veprimet e Pierinit, po dhe me veprimet e qytetarëve. Ne ato element nuk i kemi, nga një kronik nuk mund të gjukosh tani se çfarë ka oficeri. Unë shoh arrogancë, me thënë të vërtetën, unë shoh arrogancë. Nxjerrja e armës së zjarrit në një ambient publik është e papranueshme. Por kjo, duke ditë gjithë karrierën e oficerit të jetë ndëshkuese për karrierën e tij, ky veprim nuk mendoj, dhe ato që e kanë dorë këtë punë mund ta gjykojnë më ndryshe se unë. Nuk po flasim për dënime. Unë flas për këtë lloj. Veprimi nuk është normal. Sepse shohim gjithnjë më shumë, me thënë vërtetën, sjellje arrogante. Unë e di që ty nuk të pëlqen fare me pranu këtë gjëna, sepse i bjen me kanë ish koleg tuj shumica. Por shohim veprime arrogante nga ana policisë. Dhe shohim me këto njerëz të varfër, me këto fukaret e shkret, se nuk shohim do i veprim arrogant me një miliarder që ka vjedh një 200 milion, që ka prish rrugën, që ka kanale. Për mua, një veprim i tillë duhet ndëshkohet, pra që sa i takon, por është një veprim i momentit që kur nuk mund ta vlerësoj si duhet, nëse ka vepruar drejt apo gabim, por besoj që ky veprim nuk mund të krahasohet me oficer të inkriminuar. Jo, nuk fola për inkriminim. Fola vetëm për arrogancë. Janë lidhur që të gjën nga media me Po, që janë lidhur me kontrabandë. Fushat e Ashashit e tjerë. Eksakt. Këto gjëra duhet ndahet. Dhe unë mendoj që një hetim dhe një Po ku puna shkon policia kështu me këto oficerët inkriminuar? Kanë fillu fasadat edhe në polici, unë kam pa parada në gjithë botën veshje, ka policë. Fasada. Në gjithë botën ka policë që janë dhe anti-shtet. Pa tjetër, nuk është se jemi ne fenomen, po këtu, duke u mush gjithë Shqipëria me hashash, dhe këte nuk po e themi ne, po e thot policia, se pamjet po ne i tregon policia që jam mush gjithë Shqipëria në hashash. Kjo është e papranueshme. Dhe më dhe lafdrojmi se po e korrim, po e shkatrojmë hashashin. Edhe ka ngellë vetëm 0,2%. Unë nuk e di sa i malë pas ka kene 0,2%, shumë më burë. 12 tona tje, 15 tona tje, 2 tona tje. Po, a i 0,2% sa pas ka kene? Si pas informacioneve që ke. Suksesi është mos mbillët e bëjnë. Eksakt. Jo që të porë. Si pas informacioneve që mund të kesh, se mund të kesh informacione, di ke kolege njëna e tjetër. A shtrit shumë si përfaqja e mjavë? Sigurisht që po. është rritë. Po. Zonja Zotri, kishim klasin të ishim me Ahmet Premshin, ish drejtor i policisë shtetit, tashmë
futet brenda shkrimtarëve, poet, do të kënaqem shumë atë për kur e shoh si poet. Megjithëse edhe si drejtori i policisë shtetit ndjej respektin dhe konsideratën më të lartë. Falenderoj shumë që ishe. Faleminderit nga ju, suksese. Falenderojmë sponsorin tonë Upcom që bën punë të realizimin e shkruajnakull. Shkputemi vetëm për 30 sekonda publicitet dhe kthehemi për pjesën tjetër të emisionit.